i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit. Dhe padyshim që ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmit. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është kur zemra thot po për haxhin. Duaja e ikrarit është një manifestim solemn gjatë të cilit shpallet se një musliman ka vendosur ta përmbush detyrimin e pesë islam, kryerjen e haxhit. Në traditën tonë islame shqiptare, kjo njihet edhe si duaja e haxhinëve apo lutja e përcjelljes së haxhinëve. Fjala dova në gjuhën tonë me gjasë rrjedh nga fjala arabe dua, që do të thotë thirrje ose lutje, ndërsa fjala ikrar është emër veprimi që nënkupton pohim, dëshmi, pranim, pajtim apo konfirmim. Vendimi për ta përmbushur urdhrin e Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu, të shprehur në ajetin kuranor, ku Allahu xhalla shanuhu shprehet dhe thot: për hir të Allahut obligim është për çdo njeri që ka mundësi ta kryejë haxhin. Është dëshmi e ngritjes shpirtërore të besimtarit. Dëshmi se ai gjatë jetës është transformuar dhe ka pjekur besimin e tij. Kelime i shahadeti janë fjalë dëshmie. Dëshmia e përkatësisë në rrugën e vetme të drejtë. Por dëshmia e vërtetë është dëshmia me vepra. Nëse dëshmia jonë e përkatësisë do të mbetej vetëm në fjalë, ajo do të ishte një shprehje formale e besimit. Fjala shahadet do të thotë dëshmi dhe fjala ikrar gjithashtu do të thotë dëshmi. E para është dëshmia me fjalë, e dyta dëshmia me vepra. Vendimi për të udhëtuar për hir të Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu drejt Mekës në ditët e haxhit është dëshmi se namazi e ka ndryshuar njeriu, se agjërimi e ka forcuar dhe e ka përforcuar në devotshmëri, se zekati e ka edukuar dhe i ka mësuar se nga kjo botë njeriu e ka vetëm atë që shpenzon në rrugën e Allahut xhalla shanuhu. Nëse kelime i shahadet është konfirmimi përkatësisë, dëshmi e përkatësisë, atëherë ikrari është dëshmi e përkatësisë së sinqertë, sepse haxhi është dëshmi e gatishmërisë shpirtërore, trupore dhe materiale të njeriu për të ecur në rrugën që të dërgon tek Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Imagjinoni si kur të sëmurët ta dinin se ka një vend ku sëmundjet shërohen, prej të cilit kthehen të shëruar, pranoj të shkoj atje do të thoshte çdo i sëmur. Fjala ikrar do të thot pajtim. Të gjithë njerëzit më pak a më shumë janë mëkatar, të sëmur. O njeri mëkatar, ekziston një vend nga i cili kthehesh pa mëkate. Vend ku pendohet dhe pranohet pendimi. Hapi i parë në atë rrugë është duaja e ikrarit, në të cilën i lutmi Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu të jap udhtim të sigurt atij që shkon mysafir tek Allahu dhe i dërguari i tij. Në të cilën i lutemi që ai që është i vetëdijshëm për fjalët e të dërguarit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku thotë: kush më viziton pas vdekjes sime, është njësoj sikur të më kishte vizituar gjallë, të arri i sigurt tek varri i tij dhe tek rauda. Duaja e ikrarit, lutja e deklarimit, është palli se ai apo ajo po shkon për haxh.
është pajtimi vullnetshëm për të qenë ndryshëm, për të qenë haxhi. Ikrar do të thot pranim. Pranoj, thot ai apo ajo, të jem shembullin një njeriu të sinqert dhe punëtor. Shembullin një burri, i babaj, djalit të mirë. Pranoj të jem shembull i një nëne të mirë, bashkëshorte e vajzë. Pranoj të jem fëqin i mirë, antar i xhamatit. Pranoj të jem i njohur në shoqëri për të mirë. Dua ta mbaj aktin e haxhit me krenari. Fjala ikrar gjithashtu do të thotë konfirmim. Me 27 maj, dita e martë, niset grupi i parë i haxhinëve, ku nga Shkupi janë 533 kandidat që konfirmojnë synimin e tyre për ta kryer haxhin. Ata me ikrarin e tyre do të dëshmojnë se shahadeti i tyre ka qenë i sinqert, se feja nga zemra është derdhur në vepra, dhe se tash janë të gatshëm ndaj thirrjes së Ibrahimit alayhis salam të nisën si mysafir tek Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu dhe i dërguari i tij. Ata të martën me ikrarin e tyre pajtohen të shkojnë në vendin ku shërohen tërësisht, prej të cilit kthehen të shëndetshëm. Ata pajtohen të shkojnë në vendin prej nga do të kthehen të pastër pa mëkate. A nuk e dini se haxhi i fshin të gjitha mëkatet që janë bërë më parë? Pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prej ditës së martë, ata janë ndryshëm në si tonë. Pse prej ditës së martë? Sepse i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kush vendos ta bëjnë një vepër të mirë, ajo i shkruhet edhe nëse pengohet të mos e bëjë. Ata pajtohen vullnetshëm të jenë ndryshëm, të jenë më fisnik, pajtohen të jenë shembull pozitiv në shoqëri, pajtohen të jenë të njohur si haxhina me isim tonë. Ata që ditën e martë do ta vërtetojnë këtë ikrar, edhe ne do të vazhdojmë të dëshirojmë që edhe shahadeti i jonë të kurorëzohet sa më shpejt me dëshminë e ikrarit, që sa më shpejt të mësojmë dhe kuptojmë mesazhet e ihramit tavafit, që sa më shpejt të kuptojmë dhe jetojmë mesazhet e haxhit. Deri atëherë, le të na jehon në vesh hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për haxhin nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit. O Zoti i Madhërisht, na bëj prej atyre që dëshmojmë shahadetin me jetë dhe ikrarin me vepra. Na bëj të sinqert në rrugën tënde, të vendosur si haxhi, të pasur si ata që kthehen nga çabja. Na i fal mëkatet tona ya Rabbel Alamin. Na jep mundësinë ta prekim rauban dhe të jemi mysafirët e tu dikur. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.